Ndërkohë Allah besimtar, jemi me emrin e Zotit ton, emrin e Allahut, Allah i cili në vetën e tij paraqet një prej kuptimeve më të mëdha që kanë bëj me emrat dhe cilësitë e krijuesit ton. Andaj kanë thonë dietarët se njeriu më i plot në adhurimin e Allahut kush është ai i cili e adhuron Allahun me një formë më perfekte. Zatën Allah e don këtë punë edhe në çështjet e dunjas edhe të ahiretit, e në këtë drejtim nëse dëshiron që adhurimi yt me qenë më perfekt, më i përmbushur, synoj që të mësosh emrat e Allahut, respektivisht kuptimet e tij. Andaj njeriu që është më afër perfeksionimit të adhurimit të Allahut është ai që i ka kuptuar këto emra dhe i ka fut në funksion. Andaj edhe kjo është ajo arsyeja të cilën ne jemi duke munduar që të mësojmë të emra, të vendosim praktik në mënyrë që adhurimet tona me pas një formë tjetër, një formë e cila dallon prej rutinës, një formë e cila e ka vetëm elementin fizik, ndërsa i mungon elementi shpirtëror. Ne të gjithë bëjmë namaz, po ka njëherë kur ajo khushuja apo përqendrimi në namaz ka qenë më i fuqishëm, është më i mirë ai namaz se sa ndonjëherë kur ti e ke kryer pjesën fizike, mirë po mendja jote ka bredh, andaj e këndaj. E kur njeriu e den se kë është duke adhuruar, atë i cili është i vetmi që meriton të adhurohet, do të thotë Allahun, atëherë don koncentrimi i tij do të jetë në një nivel tjetër, apo edhe shumë më me lehtësi ka për të adhuruar krijuesin e tij, Allahun. Andaj e kem përmend javën e kaluar se emrin e Zotit, emrin e parë që do ta mësojmë ka qenë emri i Allahut, dhe ky emër është emri më përmbledhës i të gjitha emrave të Allahut. Ka unë hadith se Allahu i ka 99 emra, dhe me të e lusëm Allahun, i drejtohëm atij, mirë po ka mundësi pas emër tjetër që nuk neve na ka tregu, mirë po atë që na ka dhënë Kur'an dhe Sunet, ne me të Allahun e lusim dhe adhurojmë, dhe në këtë drejtim i mësojmë kuptimet që burojnë për këtyre emrave. Dhe kem thonë se emri Allah është emri më përmbledhës, më gjithë përfshirës që Zoti ynë ka. Andaj këtë drejtim dietarët kanë dhënë sqarime të shumta, kanë dhënë shpjegime aq të shumta, edhe në fund kanë thonë kështu: është e pamundur për një krijesë me të meta me përshkru saksisht një krijues i cili është perfekt, i cili është larg çdo të metave, është të lashe me dhënë shpjegime deri në saksinë e fundit. Pse? Se ne jemi me të meta, harrojmë diçka na ik, diçka truni jon, sune kupton, andaj shohim shpesh që ka lëshime e çebesa edhe mungesë të kuptimeve të drejta. Andaj emri Allah është emër prej emrave të Zotit ton, edhe në këtë drejtim ju rastësisht ka ardhur në shahadet emri Allah. Sot nëse një individ hyn në Islam dhe thot ashhadu an la ilaha illallah, la Rahman, a konsiderohet musliman? Ai ka thonë unë besoj në Zotin që është Rahman, dhe besoj që Muhamedi alayhis salam është dërguari i tij. Ai thuhet që ti njëherë on musliman e ka besu Allahun për cilësisë vetë Rahmanit. Andaj dietarët kanë thonë jo, sepse Allahu e ka kurzuar me deklaru besimin tënd në Zotin tënd përmes emrit Allah. La ilaha, la ilaha illallah, ne dëshmojmë dhe themi se nuk meriton askush të adhurohet dhe nuk ka hyjni tjetër përveç se Allahut. Andaj nëse ti thua Rahman, çfarë je duke folur për një cilësi e cila ka të bëjë me mëshirën, gjërsa po i përjashton ato cilësi dhe emra të bukura të Allahut. Po kur thu la ilaha illallah, nuk ka zot apo hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, çfarë thon pak më herët, emri Allah është emri gjithë përmbledhës, i përfshin gjitha cilësitë dhe emrat
e Zotit tënd, që të gjitha, andaj adhurimi Allahut, me këtë emër është baza e çdo adhurimi që ne e bëjmë. Andaj emra Allahu ka emra të bukur dhe ne e lutim Allahun përmes tyre, mirë po emrin kryesor që ne duhet ta lutim Zotin ton është emri Allah. Kanë thonë Ibn Qayyim, e dietar të tjerë, nuk ka mundësi një individ me u kap për emrin e Zotit Allah dhe me lut për diç përveç se Allahu ka më dhënë çato çfarë ka kërkuar dhe çfarë është lutë ka Allahu. Andaj këtë drejtim apo e shehni çysh po vjen të kurzume, nuk ka mundësi me u kap dikush për emrin Allah. E çfarë kupton kjo kapje? Me u kap fort, me u lidh për këtë emri, duke adhuruar Allahun, duke drejtuar lutjen tonë, bregën tonë përveç se ty komentar përgjigja. Andaj Allahu besimtar shoqërone veten tuaj në adhurimet e juaja, në lutjet e juaja, në dhikret e juaja me emrin Allah sa më shumë. Andaj emri Allah tham është emri përmbledhës, është emri madhështor që Zoti ju në ka, mirë po ndërtimi i këtij adhurimi duhet të bëhet me 3 kushte: el mahabba, duke dashur Allahun, التعظيم duke madhruar ato, el hudud duke u nënshtruar urdhrave të Allahut. Ato ku ka thonë Allah krye, ato ka thonë mos e bë dhe çfarë ka kërkuar Allahu që na me dashur ta duam dhe çfarë ka kërkuar Allahu ne që ne me ta braktisim dhe në këtë drejtim kem për të arritur të ajo dashuria Allah, kem për të arritur që me qenë prej evlijave të Allahut. Andaj ka herë lidhja e robët me Zotin e tina ka mundësi mu lidh fuqishëm me disa emra e mu zbej ka herë me disa emra. Për shembull, emri Ar-Razaq, furnizuesi. Njerëz që janë sprovum me varfëni, ka herë ka mundësi me mendu, po pse për Zotin po më sprovon mu? Pse për Zotin po më sprovon me varfëni? Dhe në këtë drejtim me ngut shejtani dhe ka herë kjo bindje luhatet, mirë po me emrin Allah kur nuk luhatet. Ai që është krijues, ai që është furnizues, ai që të mbron, ai që pranon adhurimet e tua, atje ti ja drejton adhurimet e tua. Në këtë drejtim çfarë tham, emri Allah është emri më përmbledhës dhe jo rastësisht ka ardhur i përmendur në Kur'an më së shumti. Ka ardhur i përmendur 2200 herë emri Allah në Kur'an. E pse kështu? Është për më shumë se uji, ushqimet e çdo gjë tjetër që nuk kupton se muslimani ka nevojë për Allahun më shumë se çdo gjë tjetër. Më shumë se sa bie, më shumë se sa ushqime, e në këtë drejtim sa më shumë që ti mëson për këtë emër, ke me dashur krijuesin tënd më shumë. Sa më shumë që ti e përmend, ka mu të shtu dashnia për krijuesin tënd. Andaj në këtë drejtim mos harro se Allahu është krijuesi yt, mos harro se nëse ti ke një breg, një gale, drejtoja Zotit tënd për emrin Allah, por kapo me të edhe në këtë drejtim nëse dënë me dashur Allahu përmende Allahun sa më shumë me lejen e Allahut, këtë dashni ka mu të forcu edhe keme po që ti kur hyn namaz, kur të thu tekbirin Allahu Akbar, ka me konë një hyrje në adhurim ndryshe se sa kur ti e ke bë adhurimin me një formë rutinore, hajt të kry. E ka bë Zoti obligim të kryj, jo, kur ti e den se Allahu është krijuesi dhe e den se ai ty të furnizon të mbron ti pranon lutjet e tua dhe në këtë drejtim kur ty danaj, do ndryshe po më thon el khudu, çaj në shtrimi, ndryshe po el khushu dhe kemi manifestuar këtë lidhje tonë në raport me Allahun duke e dashur krijuesin tënd. Andaj vëllezër besimtar, të mësojmë më shumë për emrat e Allahut, ti drejtohemi atij përmes emrave të tij dhe do të shohim se ka me pas ndikim në jetën tonë, jo vetëm fetare, jo vetëm timonit, mirë po edhe në përditshmërinë tonë. Zoti shpëlbë vërmendje, bëmë gati për namaz xumos, e ftojmë beratën në thirrë zonë.